Jo për fushat elektorale, por as për show, por për t'i ardhur në ndihmë banorëve të cilët përballen çdo ditë me varfëri në njësinë administrative të malit. Më shumë se 5 ton ndihma janë shpërndar për këtë komunitet, në mënyrë që ai të përballet me vështirësitë e shumta gjatë stinës së dimrit. Ashtu sikur se kishim përfituar këtyre banorëve që një ndër prioritetet tona do të jetë për t'u ndihmuar familjeve në nevojë dhe kryesisht të banorëve që banojnë këtu në këto zona. Kryepleqët e këtyre fshatrave, por edhe banorët kanë falendëruar Bashkinë Vaudeos për këtë ndihmë që i ofrohet këtyre banorëve. Kryetari i parë i bashkisë, zoti Hila, që me këto shoqatat që janë shliu, që po bjen këtë ndihmë keq në një situatë shumë të nevojshme për fshatin Sermë, Tablon dhe gjithë bashkinë të Vaudeos, por si më shumë fshatat tona, është i prunë një situatë shumë emergjence, me një kohë dime tash sepse atje vjen në kohë borë vazhdojnë për ullat i dimrit dhe e falenderojmë pa mos kryetarin e bashkisë, shoqatat. Falenderojmë Bashkinë e Vaudeosit, falenderojmë kryetarin e bashkisë e falenderoj prej tynesh. Për ne janë shumë të rëndësishme këto ndihma se ne na shumë të varfën, nuk na ka kush më pa me na ndihmua me ndonjë gjë krejt minimalisht. Është i pari si na ndihmon kaq shumë kryetari aktual Zefila, edhe i kena shumë të nevojshme. Ne na ndihmojnë sa do pak, ne na ndihmojnë këto ndihma. Faleminderit për kryetarin e bashkisë Zefilës, e shoqatës, administratorët Narmani. Shumë faleminderit për ju që ne. Bashkia Vaudeos tashmë e ka kthyer në një traditë shpërndarjen e ndihmave për banorët e zonës në vështirësi ekonomike, ku fal buxhetit të bashkisë, por edhe partneritetit me organizatat që operojnë në këtë zonë, i vjen në ndihmë banorëve.